eksperiencë e suksesshme, si një proces i cili po ecën me ritme të shpejta, madje është hera parë që aplikohen këto lloj ritmesh, dhe nga ana tjetër është një nga vendet e preferuara të Ballkanit Perëndimor për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Siç e dim të gjithë, vendimi për hapjen e negociatave është marrë në vitin 2022, por ndërkohë që ritmi, si thuash, tempi me ritëm të lartë u kap kryesisht në vitet 2024-2025, ku vendimi i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pra të Këshillit Evropian, ishte që me Shqipërinë mund të hapen të gjitha kapitujt nëse vendi ynë ishte dakord në këtë drejtim. Dhe ashtu ndodhi, janë hapur të gjitha kapitujt, por ky është hapi i parë i cili në një farë mënyrë shpreh një vullnet politik të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për procesin e zgjerimit në radhë parë, dhe së dyti ndaj vendit tonë për të mbështetur procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por ajo që është më e rëndësishme, zhvillimin e reformave në vend, reforma gjithplanche, të cilat duhet të zbatohen, sepse procesi i negociatave është një proces, siç tham, sa politik aq edhe teknik. Tashmë faza politike pothuajse ka kaluar dhe jemi në aspektin teknik të trajtimit të problemit, dhe këtu duhet të tregohemi shumë të kujdesshëm në mënyrë që të përfitojmë nga kjo përqasje e Bashkimit Evropian dhe natyrisht të ecim me ritmet e duhur, fillimisht për interesat e vendit tonë, por për të qenë dhe një antar i denj i Bashkimit Evropian. Por duhet të nënvizoj dhe diçka, që hapja e kapitujve është aspekti i parë, që shpreh vullnetin politik, ndërsa mbyllja e tyre është aspekti më i rëndësishëm, që përmbledh në vetvete si aspektin politik, ashtu dhe atë teknik. Pra, zoti Gjokane, mund të themi se kemi kryer me sukses atë që mund të konsiderohet si hapi i parë, pra me hapjen e të gjitha negociatave, dhe mund ta konsiderojmë se kemi hyrë në një nga pjesët më sfiduese të këtij procesi, duke marrë shkas nga ajo të cilën në fakt ju e përmendët me të drejtë, tani gjithë prioriteti dhe gjithë vëmendja do duhet të jetë tek mbyllja e kapitujve dhe mbajtja e këtij ritmi, apo jo? Po, është e vërtet që normalisht kjo është një sfidë në radhë parë për vendin, por edhe për Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian në një hark kohor prej afërsisht 2 dekadave tashmë nuk e ka zgjeruar më, si thuash, antarësinë e saj me vende të reja. Proceset e zgjerimit të Bashkimit Evropian kanë kaluar nëpërmjet ulje ngritjeve në periudha të ndryshme për shkak të politikave të brendshme të Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër dhe problematikave të vendeve aspirante për tu antarësuar në Bashkimin Evropian, dhe kështu që nuk është arritur në atë e mos të përbashkët që Bashkimi Evropian të zgjerohet me vendet e reja. Natyrisht në këtë kuadër Ballkani Perëndimor ka rëndësinë e vet, ka atë objektivin e vet